kemi pas një ditë goxhat nxehtë këtu në Mitrovic, me që në një moment krejt të papritur në orët e mëngjesit diku rreth orës 10:30, disa makina ushtarake të forcave të sigurisë të Kosovës janë futur në veri të vendit, e të cilat besohet se janë futur aty pa qëllim, me që janë nisur nga lagja e Bosnjakëve, ura kryesore në lagjen e Bosnjakëve, pastaj kanë vepruar duke u ngjitur lart drejt shkollës teknike, aty ajo pjesa ku shkuan I Love Mitrovica, që tash po dihet me që është bërë e famshme në krejt Kosovën, dhe kanë vazhduar drejt stacionit policor ose gjykatës themelore që ndodhet në veri të vendit pranë varrezave të muslimanëve atje. Dhe në momentin që kanë arritur aty, policia e Kosovës ka marrë informatën dhe kanë dalë me që ndodhen fare pranë me stacion aty. Disa patrolla policore kanë dalë dhe i kanë ndaluar këto makina të FSK-s dhe u kanë treguar se ndodhen në rrugë të gabuar, me që ata ishin disi të hutuar sepse nuk e dinin që po shkonin drejt veriut. Andaj sipas shefit të operativës Petrit Feza, I cili ma konfirmoi dje informatën ekskluzivisht për Mitropol, këto vetura janë udhëzuar që të kthehen në jug dhe përmes rrugës së njohur tek Kërshi I Dudës janë nisur së bashku me një patrull policore të shoqëruar dhe prej aty kanë vazhduar drejt kazermës në jug të Mitrovicës. Ishin disa makina ushtarake të cilat edhe u xhiruan nga serbët në veri, të cilat pastaj bën edhe bujën në rrjetin social që Telegram, ku ata I kanë disa prej grupeve të tyre. Menjëherë pasi unë mora informatën, me që disa minuta para se të publikoj informatave, se kisha informatën nga lexuesit të cilët më kontaktuan dhe më treguan që po I shihnin në lagjen e Bosnjakëve këto vetura, lagje kjo e cila është e banuar kryesisht me shqiptar, të cilat po ngjiteshin drejt veriut. Unë menjëherë pasi mora informatën kontaktova me policinë e Kosovës për ta parë në rast se ka ndonjë situatë rreziku, me që kuptohet se në momentin që shojmë FSK në veri, absolutisht vlerësojmë se ka diçka të rrezikshme që po ndodh atje. Mirë, po në momentin që kontaktova policinë, të njëjtët konfirmuan se nuk ka ndonjë situatë rreziku, por se gjithçka ishte një huqje e rrugës, e që pastaj u konfirmua kjo edhe nga komandanti Bashkim Jashari, I cili po ashtu komunikoi edhe me KFOR-in. E kemi pa edhe reagimin edhe të komandantit FSK-s Bashkim Jashari, ka deklaruar që do të dënohen ata persona që janë futur gabimisht në veri, nga që siç e shpjegove shumë mirë Ural, pra vetëm në situata të jashtëzakonshme dhe në situatat të tjera, pra FSK nuk mund ta kemi në veri të vendit. Do të lidhemi gjithashtu me një bisedë edhe me ekspertin e sigurisë Arben Dashevci, mësim do flasim pak a shumë rreth kësaj që ndodhi në veri gjatë ditës së djeshme. Arben, mirëmëngjesi, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi, nderuar, mirë se u gjeta. Si e shihni ju këtë, po e quaj autokolon të FSK-s që është futur atje, sigurisht që kanë deklaruar edhe nga FSK që kanë hyrë gabimisht, si e kanë pa dhe vetë serbët, është një provokim për ata? E kanë marrë si provokim në fakt? Po, praktikisht ka qenë vetëm një gabim I drejtimit, domethënë të lëvizjes. Është konstatuar që është gabim I drejtimit të lëvizjes, ka zgjatë 5 deri në 7 minuta. Është informuar edhe komandanti I KFOR-it, KFOR-i ka mirëpritur, domethënë, edhe bashkëbisedimin dhe kthimin, domethënë, mrapa ose respektimin e marrëveshjes vitit 2013. Nuk ka pasur diçka që ka mund të shqetësohet dikush në asnjë mënyrë, duke pas parasysh që edhe FSK-ja e ka ndihmuar çdo qytetar të Republikës Kosovës, por edhe më tan lumit ibër me ekipet e zhytjes, andaj mendoj që kjo nuk ka paraqit, domethënë, ndonjë incident, po një gabim teknik që mundet ndodh kur nuk e din rrugën, sepse njerëz jemi, kurse në pyetjen tënde është deklaruar, domethënë, vetëm një parti e cila me atë shprehjen ta bëj mizën buall, domethënë kjo lista sërbska, por nuk ka shqetësime të qytetarët sepse nuk ka pas asnjë. Lista sërbe, çfarë kanë deklaruar, çfarë shkruani në reagimin e tyre? Po kinë se friksim I popullit atje, qytetarëve, por nuk bien prej më qytetarët në propagandat e kësaj partije. As qytetarët serbë mendoni që nuk bien pre në propagandat e kësaj partije që e dim që në zgjedhjet e fundit lokale lista serbe dominoi dhe fitoi pa balotazh atje? Dominoi faktikisht sepse kur delti me një grup krejt të organizuar që nuk është formë e mirë e daljes në zgjedhje të lira, dhe I merr domethënë ato vota që I merr dhe në bazë statistikave e sheh fare qartë që edhe rejtingu I ka ra
te i mase të gjithë qytetarët atje me ata në lumit Ibër, por fatkeqësisht të nderuar Gonxhe miren me ato propaganda sepse janë instrument direkt i Beogradit në Republikën e Kosovës. Kjo është faktikisht ajo që po ndodh me ta dhe është për keqardhje sepse faktikja nuk pat shqetësim ose ndonjë problem që kishte mundur dikush ta theksoj që ke si problem 5 deri në 7 minuta kthehen dhe asgjë më shumë, dhe unë mendoj që propaganda e tyre nuk pat sukses. Pra si pas jush këtë propagandë po e bën lista serbe, ndërkaq pra si pas jush lista serbe nuk e ka atë shkëlqimin para serbëve të Kosovës në veri të vendit që kishte dikur, pra nuk i besojnë serbët e Kosovës, listë serbe? Nuk i po sakt, nuk i besojnë sepse çdo gjë që e kanë bërë ata, kjo është gjithmonë sipas mendimit tim edhe qytetar, dhe me thonë i këtij qyteti, nuk ka qenë në dobinë e askujt, as të serbëve, por as të komuniteteve tjera, dhe me thonë, dhe për atë edhe ka rarë i tingu. Këtë kanë thënë qytetarët, por gjithmonë jashtë kamerave, sepse nuk guxon ti ta thuash një të vërtet, kur pastaj ti do ta humbësh edhe punën ose benefitet që i ke. Mirë po shihet, heshtja e qytetarit është përgjegjja më adekuate për këtë parti ose për çdo parti tjetër që është në destruktive kundrejt Republikës së Kosovës. Mirë, shpresojmë tjetë ashtu sepse do të ishte mrekulli nëse edhe vetë serbët do të arrinin që ta zgjedhin s'la është partia më e mirë serbe dhe s'la është më e keqe. Uralt ka ndodhur ty që qytetarët në veri të vendit serbët të thonë këtë gjë për listën serbe? Në fakt ne kemi parë që në rezultatet zgjedhore lista serbe është po ajo që ka qenë, pra vazhdon të jetë e para më e votuara, mirë po megjithatë vërehet një ftohje qytetare me që një tjetër parti e cila për herë të parë me në zgjedhje mirë filli ka marrë një numër të konsiderueshëm votash, bëhet fjalë për Partinë Demokracia Serbe e cila udhëhiqet nga Aleksandar Arsenijević, e cila po ashtu ka reaguar për faktin se FSK është futur në veri. Ata kanë potencuar se këtë po e shohin si një lojë ose manovër të kurtit për ta përforcuar rezultatin e tij zgjedhor në balotazh, qoftë në komunën e Mitrovicës së Jugut, qoftë në komunat e tjera, me që thonë se një diçka e tillë është e pamundshme që një ushtri të gaboj rrugën drejt Mitrovicës, pra të futet gabimisht në veri, por kemi parasysh faktin që ushtarët që kanë ardhur nga kazerma në Istog, andaj nuk e kanë njohur terrenin e Mitrovicës, me që rast edhe e kanë gabuar rrugën, që është e natyrshme në natyrën e saj dhe pastaj drejt për drejt janë udhëzuar që të shkojnë në jug, pra ka zgjat diku 10 minuta ndoshta, totalisht ajo sfilata nëse më quajtë e makinerisë së tyre drejt veriut dhe menjëherë janë kthyer për në jug, mirë po ka një ftohje qytetare në radhët e serbëve në raport me partinë Lista Serbe, e cila pra vazhdimisht i ka keq përdorur ata për politikat e veta meskine dhe të ulta, të cilat i kanë aplikuar gjithandej veriut të vendit. Po qytetarët e thjeshtë ndoshta nuk kanë shumë ndikim nga lista serbe, si e kanë komentuar, si e kanë pritur hyrjen gabimisht të FSK-s në veri? Ka pasur edhe nga ata të cilët edhe kanë bërë shaka me futjen e FSK-s në veri, me motën kur ushtria të kthehet në Kosovë, pra me që e dim që ata e kanë një moto të tillë për kthimin e ushtrisë në Kosovë dhe kanë bërë edhe shaka me faktin që FSK-ja u fut në veri, duke potencuar që ndjehen të pambrojtur nga Vučići në momentet kur i shohin trupat ushtarake të Kosovës në veri, njëjtë se në rastin e Ujman kur shkuan për mision humanitar që po ashtu keq përdor për propagandë të egër, por për fatin e mirë të FSK-s dhe të ushtrisë së Kosovës, e cila pra është një prej ushtrive më kredibile në rajon, KFOR-i ka reaguar me maturi dhe ka thënë që e mirë kuptojnë faktin që ka pasur një huqje të rrugës dhe kanë thënë se vazhdojnë të jenë në mbrojtje të sigurisë së Republikës së Kosovës atëherë kur ka nevojë për KFOR-in, kudo që ka nevojë për ta. Kjo gjithëherë ka ndodhur pas bisedës me komandantin Bashkim Jashari, i cili ka sqaruar komandantit të ri të KFOR-it Oskanullu tash se gjithçka ka qenë vetëm një gabim itinerarit dhe asgjë tjetër tendencioze, me rast pra kemi pasur edhe një deklarat pastaj nga KFOR-i për klan Kosovën. Gjithçka po besoj që ka shku qetë me që nuk ka pas ndonjë incident, mirë po ka pasur aty këtu pra tek këtu reagime të zbeta qytetare, por kryesisht këto reagime bëhen në rrjetin social Telegram në grupe ekstremiste të cilët mezi nuk presin që të ndezin flakadanet për të bërë propagandë karshi Kosovës, sa që ka diçka të vogël dhe jepet mundësia që të propagandojnë kundër Kosovës dhe interesave të saj si shtet.
Mirë, Dashevci, po shohim që propagandë veç ka njësur të bëhet në veri të vendit, por a mund të bëhet propagandë edhe në Beograd për këtë incident, për këtë gabim të FSK-s dhe pastaj të përdorët kundër forcës sigurisë Kosovës? Unë mendoj që posa është deklaruar edhe komandanti i KFOR-it ose KFOR-in përgjithësi, e gjithë propaganda e pushtetit ose establishmentit në Beograd edhe do të bie me njëherë poshtë që shganata e brendshme, por edhe sot, sepse unë më merr mendja në atë aspektin e sigurisë, nuk kanë pas se çka ose nuk do të kenë se çka të propagandojnë, kur asgjë nuk ka ndodhur dhe mendoj që edhe me këtë do të përfundoj kjo teatër i tyre kundrejt Republikës së Kosovës, sepse sa për qytetarin propagandat nga ai shtet nuk janë ndalur kur, nuk ndalen as sot, por nuk mendoj që do ndalen edhe në të ardhmen, por ja që po sqarohet çdo gjë dhe çdo gjë po shkon sipas rregullave, sepse mbretëron qetësia. Mirë shumë, por çfarë do thot ky gabim për bashkëpunimin mes FSK-s dhe KFOR-it? Definitivisht se FSK-ja ose Ushtria e Kosovës i ka dhe organet e brendshme, më thani ka ato masat disiplinore si çdo ushtri në botë. Dhe ajo është organizuar mirëfilli 100% dhe i merr ato masat e vetat brendshme, ose nëse ka bazë i merr, ose edhe nuk i merr. Mirë po ai bashkëpunimi i nderuar Gonxhe mes ushtrisë Kosovës dhe NATO-s është dëshmuar qysh dje me marrjen pjesë të ushtrisë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë dhe Kroacisë në ushtrimet përbashkëta. Ushtria e Kosovës po furnizohet nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-s dhe nuk ka probleme në këtë aspekt, në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes. Por gjithmonë reagon me instancat e brendshme, me masat disiplinore, ky është edhe fakti patjetërsueshëm edhe për NATO-n, sepse çdo gjë monitorohet dhe shihet që kjo është mirëfilli një vazhdimësi e ushtrisë dhe shpresoj që në vitin 2027 dhe 2028 edhe do t'i plotësoj kapacitetet 100% që të bëhet ushtri. Sipas jush, zoti Dashevci, a duhet të ketë ndërshkim për ushtarët e FSK-s që gabuan rrugën, ashtu siç ka përmendur, ashtu pra siç ka deklaruar vetë komandanti i Bashkimit Jashari, duhet ndërshkohen? Po, aty tash merren masat e brendshme sepse shiqohet çdo gjë se si arriti, domethënë devijimi sipas mendimit tim dhe ndërshkohen vetëm nëse ka bazë, por duke pas parasysh që ti je ushtri me sistem amerikan, atëherë shkohet dhe shiqohet vetëm e drejta e patjetërshme, sepse nëse nuk ka bazë të merren masa të brendshme disiplinore, atëherë edhe nuk merren dhe unë shpresoj që nuk do të merren sepse ka qenë vetëm një gabim teknik dhe as më shumë se kaq. Shpresojmë, sepse me të vërtetë edhe jemi nditë gjithë pak keq kur i kemi pa një gjë të tillë, sigurisht akoma më keq ndjen edhe vetë ata persona që kanë qenë në këto automjete dhe shpresojmë që ta kalojnë lehtësisht pa ndonjë dënim. Po du të ndalim pak tek disa prej komenteve, komentuesit e kanë bërë namin urrall gjatë ditës së djeshme në rrjete sociale, reagimet shumë ta kemi pas edhe nga shqiptarët në momentin kur është publikuar ky lajm. Çfarë ndodhi? Gonxhe, unë kam sharu këto edhe përmes një statusi në Facebook djeme që nga njëherë edhe një gazetarët jemi njerëz dhe përballemi me komente fyse në baza ditore dhe kjo me do emocion ndikon nëse jo neve familjarëve tonë të cilët po ashtu kanë qasin ato komente dhe i lexojnë ato me që ne vetë se jemi mësu tashma me komente të ulta prej profileve falso, pjesa dërmuese e cilave vijnë prej këtyre profileve. Mirë po këtë që ka ndodhur dhe unë e shpjegova ngjarjen kronologjikisht, pra në momentin që unë pranova informatën se veturat e FSK-s shihen drejt veriut, i kontaktova edhe dy persona të tjerë të cilët i kanë burime që banojnë në pjesën e veriut dhe që i njohin rrethonat atje, të cilët po ashtu ma konfirmuan që po shihen makina që po ngjiten drejt veriut dhe gjithçka duket e qetë, por po shihen këto makina. Menjëherë pas kësaj unë kontaktova me policinë e Kosovës ta kem konfirmimin zyrtar. Thirrja parë që e bëra, më dështoi me që nuk mora një përgjigje me gjas për shkak të ngarkesës që kishin në stacion. Gjithashtu më njëherë në thirrjen e dytë unë bisedova me shefin operative së policisë së Kosovës, Petrit Fejzën, i cili punon në kuadër të stacionit të policor në veri të Mitrovicës dhe i njëjti ma konfirmoi që i kanë parë makinat të cilat janë afruar, tash po del një patrull policore e cila do t'i udhëzoj që të kthehen në jug
rrugë, me që pra besohet se është një keq kuptim në raport me itinerarin. Dhe në momentin që kjo mu konfirmua mua nga policia e Kosovës, unë nxitova ta publikoj videon që kisha, me që e dija që nëse nuk e bëj unë i pari do ta bënte dikush tjetër dhe do ta bënte me informata të mangëta. Me që ne gazetarët e kemi gjithsesi kriter që t'i konfirmojmë çka do që publikohet dhe të mos shprehim propagandë ose mos publikojmë propagandë në mënyrë që publiku të ndikohet. Dhe në momentin që unë publikova me gjitha sqarimet policore që më erdhën në mënyrë që të mos lejonin propagandën serbe të shfrenojë dhe të merrte kaje tjetër prania e FSK-s atje, por hiç pa u përfunduar procesi i publikimit mirë si duhet, vetëm se i shishe komentet e ulta dhe të poshta që vinin duke na targetuar dhe duke na cilësuar dhe si tradhtar, si punonjës të buçiqit, si medje që punojnë për Serbinë. Pra, këto etiketime që ne jemi mësuar të shohim vazhdimisht nga publiku i pa Dush mu operu nga ky problem. Jo, absolutisht neve nuk, unë po them prapë, neve nuk na ndikojnë shumë këto komente. Po, jo, absolut jo, por kemi familjarë të cilët ndikohen nga këto dhe kjo është për fat të keq, por çka me bo, kjo është edhe barra e zanatit ton. Mirë po, ne gjithherë punojmë, kjo është une këtë e quaj patriotizëm të gazetarëve, me që gazetarët ja dojnë të mirën Kosovës dhe janë patriotë të vërtetë të cilët mundohen për të mirën e Kosovës, duke dhënë më të mirën nga arma që e kanë në dorë, nga lapsi, dhe ne mundohemi që me këtë armë që e kemi ta japim maksimumin në mbështetje të shtetit tonë në mënyrë që të cungojmë propagandën e shtetit genocidal serbit, cili e njohim se çfarë është, por për fat të keq kemi një publik të pa emancipuar dhe të gjykojmë për të keq edhe në rastet kur të punon për të mirën e shtetit. Fatkeqësisht kjo shumë e vërtet. Duat ndalim edhe tek diçka tjetër, është vërejtur tension apo shtim të trupave qoftë policisë Kosovës apo të KFOR-it pas kësaj ngjarje që ndodhi dje? Jo, Gonxha, në terren nuk është rritur ndonjë tension i theksuar, me që pra kek në fillim u sqarua që është keq kuptim dhe gjithçka duke i qetë edhe gjatë ditës së djeshme. Prania policore në veri është shtuar qysh prej vitesh tash dhe është diçka e zakonshme patrullimi i patrullave policore gjithandej rrugëve të veriut, por nuk ka pasur ndonjë shtim të numrit të patrullave policore ose qoftë KFOR-it në për rrugët në veri të Mitrovicës. Dashevsi, ke diçka për të shtuar krejt në fund? Jo, vetëm sepse Urallin unë praktikisht së ndëgjova hiç fare, por ai gjithmonë e flet të vërtetën, aty nuk kam dyshim. Vetëm se ka qenë një ditë e mirë, domethënë e zakonshme, nuk ka pas diçka çka të shtohet në atë aspektin e sigurisë,